Shikues të dashur, tash pas këtyre informatave, ne do të kalojmë në informata të tjera në një temë tjetër cilën do ta zhvillojë Ardioana këtu në studio. Mirëmëngjesi Ardioan. Mirëmëngjesi Agnes, mirëmëngjesi për ty dhe për gjithë shikuesit që e kanë nisë edhe këtë javë bashkë me programin e mëngjesit. Sot çka është tema e cilën ke vendosur me shtjellu? Sot kemi me fol Agnes për ditën e prematuritetit, sepse 17 nëntori shënohet si e tillë, edhe do të flasim pak në detaje sa i përket edhe prematuritetit se çka do të thotë, njëkohësisht edhe mënyrën se si shënohet në vend, dhe e kemi drejt për drejt drejtorin e neonatologjisë, doktor Luan Morinën, që është bashkë me neve. Drejtor, mirëmëngjesi dhe faleminderit që e bo pjesë e jona sot. Mirëmëngjes Ardioana, mirëmëngjes juve në studio dhe gjithë shikuesve të KTV-s. Faleminderit mundësi. Kënaqësi shumë e të flasim për një temë që besoj duhet shtjelluar ndoshta edhe më shpesh, drejtor, po sidomos kur kemi të veçanta, po më mendja që është fokusi edhe më i madh. Fillimisht ta japim një përshkrim se çka është prematuriteti. Atëherë, për shikuesit e juaj dhe për gjithë ata që i interesojnë, do të thotë se çfarë është prematuriteti, pra është të gjithë foshnjët të cilat lindin para kohe, pra para terminit të rregullt të shtatzanisë, pra para javës së 37. Por sigurisht që më shqetësuese është lindjet më të hershme ose prematuriteti i thellë, pra kemi të bëjmë me 25-26 javë foshnjë, të cilat ne në klinikën tonë ballafaqojmë. Sot është 17 nëntori dhe njihet si dita botërore e këtyre foshnjeve. Është një ditë ku ne, si themi, kemi një ditë të ndërgjegjësimit ose të edukimit, normalisht mbështetjes për gjithë ato familje të cilat sfidohen me raste të tilla, normalisht duke i falendëruar dhe gjithmonë duke i përgëzuar dhe stafit të klinikës neonatologjisë që çdo ditë ballafaqohet dhe bën një punë maksimale që këtyre fëmijëve t'ju japin një fillim sa do të vështirë që ka një fillim të mbar për një jetë më kualitative dhe më të mirë. Patjetër, po, kemi me folur edhe për çështjen e trajtimit, që me ditë se si shkojnë edhe aspekti metodave dhe gjithçka sa i përket kujdesit në këtë fazë të ndihshme, po nëse e marrim në vend, si qëndrojmë drejtor, është një numër i lartë? Atëherë edhe vendi jonë qëndron pothuajse në statistika të njëjta edhe sikur me vende të tjera, pra diku në vendin tonë në bazë të numrit të përgjithshëm të lindjeve kemi diku normalisht e varion prej vitit në vit, por në përgjithësi kemi 8 deri në 10% të numrit total të lindjeve kemi foshnjë premature. Pra, në rast se vitin e kaluar kemi pas diku 20.000 lindje, domethënë ne kemi pas pavarësisht 1.500 foshnjë premature të cilat e kemi trajtuar dhe që kanë shkuar, do thotë, shumica prej tyre kanë shkuar mirë. Pra, kemi një statistikë 8 deri në 10%. Nëse flasim për pasojat që i bartin pasaj fëmijët prematur, ata bëjmë një përshkrim zakonisht në të ardhmen e tyre, zhvillimin e si për çka ndodh tutje. Po, atëherë sigurisht që kjo është, mund të themi, është stresa më ndjeshme e shoqërisë tonë. Një herë ne mund ta marrim edhe si një dëshmi më të fortë të asaj se çfarë force mund të ketë jeta, çfarë force mund të ketë një qenie, një krijesë siç është foshnja premature. Ajo është një nga foshnjat që sfidohet dhe cila ka një luftë të madhe. Përfundon shtatzania në periudhën, do thotë pak të parakohshme dhe normalisht janë sfidat. Por fatmirësisht klinika neonatologjisë me avancimin që ne ka bërë me pajisjet, me teknologjinë, me trajnimet dhe me edukimin vazhdueshëm që gjithmonë është edhe qëllimi jonë që gjithmonë të trajnohemi dhe të edukohemi që t'i ofrojmë këtyre foshnjëve në ndihmë. Atëherë klinika neonatologjisë është e pajisur me gjitha pajisjet të cilat janë të nevojshme të fillu prej sipapit, prej ventilimit, pra prej ventilimit mekanik, gjitha ato të cilat veç janë të nevojshme për trajtimin e këtyre foshnjëve. Nisim nga trajtimi, kështu gradual që i duhet, sepse the vetë është edhe faza më e ndihshme që pastaj bart pasojat tutje, çfarë trajtimi më i veçantë, çfarë kujdesi duhet? Shqetësimet më të mëdha për këto foshnjë kryesisht janë papikuria respiratore ose mund të themi papikuria mushkrive, por kjo është ajo sfida më e madhe që ata ballafaqohen dhe gjithmonë kanë nevojë për përkryer respiratore. Ne fillimisht i kemi të gjitha mjetet e nevojshme. Tu fillu do të foshnja më vendoset në ventilim mekanik për në respirator. Pastaj kemi ampullat të cilat ne quajmë si surfaktant, të cilat janë të nevojshme për pjekjen ose maturinë e mushkrive, pra që të ndihmojnë këtyre foshnjëve të pavarësohen edhe nga ventilimi mekanik. Pastaj kemi ampullat të cilat i ndihmojnë që këto foshnjë të kanë edhe procesin e frymëmarrjes të rregullt, pasi që mund të themi kështu me një shprehje, këto foshnjë nganjëherë edhe harrojnë që të marrin frymë, sepse edhe qendra frymëmarrëse është jo mirë zhvilluar, prandaj ne e stimulojmë përmes barnave të cilat ne i kemi.
I ofrojmë ngrohtësinë, vendosim në inkubator, i kemi të gjitha aparaturat e nevojshme, pra një monitorim i rregullt deri në detajet të çdo gjëje që ndodh ose ndryshon tek ato foshnjë. Besoj që edhe përgatitja psiqike te familjarët e tek prindrit duhet të jetë në nivel ndoshta shumë më të lartë se sa zakonisht drejtor. Si punonin këtë temë dhe si mundemi me përshkruar nëse është rasti. Në gjithë këtë zinxhir do thotë që ne e tham që është ajo ndërgjegjësimi, përkraja psikologjike, sepse prematuriteti nuk është vetëm një ngjarje mjekësore. Prematuriteti është një ngjarje emocionale, është një ngjarje sociale. Pra, i përfshin shumë faktorë, prandaj edhe përkraja për këta prindër të cilët ballafaqohen ose kanë do thotë në mesin e tyre në familje të një fëmijë prematur, normalisht përkraja emocionale të tyre është shumë e madhe. Ne çdo ditë mirëme, çdo ditë në familje informojmë, i edukojmë se si duhet sillen edhe kur shkojnë në shtëpi, kontrolla të rregullta vijnë i bëjnë. Dhe normalisht kur dalin për këtu, pothuajse ata janë tashmë të përgatitur për një ngjarje të tillë dhe normalisht e marrin pak më lehtë në kuptimin emocional dhe psikologjik dhe mund të ballafaqohen shumë mirë dhe pothuajse edukohen dhe përgatiten për të ballafaquar me një sfidë të tillë. Drejtor, ju raste keni të ndryshme. Besoj që deri tash në krejt këtë periudhë jeni ballafaquar me lloj-lloj rastesh edhe sa i përket lindjeve pra të parakoshme. Nuk e di nëse ka pas ndonjë rast kur ndoshta është menduar që nuk do të ketë jetë ai fëmijë, por fatmirësisht edhe trajtimi dhe metodat që i përdorin sigurisht kanë bërë që edhe Po, ne ballafaquar me raste të shumta, por më sfidueset janë ato të cilat lindin me peshë të ulët, pra kemi fëmijë do thotë kur kemi tashmë në klinikën tonë kemi raste me 25 javë, 26 javë të shtazani që i kanë 600-700 gram në peshë trupore, pra këto janë rastet më sfiduese për klinikën tonë dhe normalisht këto janë. Prandaj ne kemi disa raste të cilat tashmë kanë mbijetuar dhe kemi të evidentuar raste të cilat veç nga 800 gram kanë lindë dhe tashmë kanë bërë një moshë, domethënë janë 1 vjet, 2 vjet dhe janë shumë mirë. Ne në çdo ditë kur ne e shënojmë këtë ditë e prematuritetit, e kemi domethënë në kuadër të gjitha aktivitetet që zhvillojmë, e kemi edhe i ftojmë familjet, i ftojmë këta fëmijë të cilët kanë qenë fëmijë prematur dhe normalisht i ndajmë bashkë përvojat e tyre, çfarë se si ka shkuar dhe në farë mënyrë është një kënaqësi kur e shef që një fëmijë ka lind 800 gram dhe e shef se sot ecë, sot do të shkojnë në shkollë janë. Do të kjo është një satisfakcion shumë i mirë për ne. A janë të shpeshta rastet kur ndoshta fëmija i parë, nëse ka pasur një lindje parakoshme, pastaj po të njëjtit prindërit, ballafaqohen edhe me fëmijët të dytë tutje, ndoshta me një situatë të tillë apo janë raste të rralla? Jo, nuk do të thoja që do të ketë në lidhje ose do të jetë një lidhje gjenetike, do të kur do ta kesh një fëmijë mirë, po normalisht ndikojnë shumë rrethona të cilat të ndërpritet shazania ose të shkaktojnë një lindje të parakoshme. Normalisht janë shumë faktorë që ndikojnë, gjendje shëndetësore, kontrollat të ndryshme, prevenimet e infeksioneve, konstitucioni fizik, do të thotë i vetë nënës, janë disa faktorë që ndikojnë në kushtet në cilat do të thotë kujdeset dhe kalon shazania, normalisht çfarë do të ballafaqohet ndikojnë në gjendje. Do thotë nuk mund të themi që janë raste të cilat mund të lidhen ose të barten. Jo, janë raste të cilat më shumë ndikojnë nga faktorët gjatë periudhës së shtazanisë. E qartë. Meqense sot është pra dhe dita botërore e prematuritetit, përmendet që shumë shpesh ndodh që takojeni prapë me ata prindër që kanë pasur një situatë të tillë, ndani përvojat e kështu me radhë. Sot çka pritet në klinikën e neonatologjisë, drejtor? Atëherë ne për ta shënuar këtë ditë, sigurisht do të fillojmë me disa dhurata simbolike për këta fëmijë, do thotë klinika i ka përgatitur disa dhurata për këta prindër, normalisht për këta fëmijë, pastaj do të kemi ndarje të informacioneve me këta prindër, mbledhja, bisedimi, sfidat, ato çfarë do të mund të parashofim, ose ata çfarë mund edhe të ballafaqohen dhe edhe kur shkojnë në shtëpi. Normalisht do të kemi edhe një aktivitet do të kemi këtu brenda në klinikë, një aktivitet shkëndësor, ku ne do të shohim edhe për mundësinë të avancimit dhe çfarë ne mendojmë se si duhet që të ballafaqohem në mënyrë të vazhdueshme këtë fenomen. Atëherë do të presim për me po, ndoshta pse jo, dhe zakonisht edhe përmes programit Mëngjesit e bëjmë mbulueshmëri në përgjithësi për secilin klinik që ka edhe aktivitete të tilla që janë shumë të rëndësishme, e ty të falenderoj shumë drejtor që sot ke qenë. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe shikuesve të ju. Mirupafshim, zot mirë. Mirupafshim, faleminderit shumë.